Besoj të gjithëve na ka ndodhur që të nënshkruajmë kontrata në zyra notariale. Kryesisht, noteri ka një rol formal në vërtetimin e nënshkrimit të palëve, por kontrata nuk ka të bëjë vetëm me procesin dhe fazën e nënshkrimit. Një fazë akoma më e rëndësishme është përgatitja dhe negocimi i kushteve të saj, dhe pikërisht këtu hyn në lojë roli i avokatit. Nga përvoja jonë, disa nga problemet më të shpeshta që hasen kur kontratat nuk hartohen nga profesionistë të specializuar në të drejtën kontraktore janë të tilla. Së pari ka terma që janë shumë standarde dhe nuk i përshtaten rasteve specifike. Së dyti mund të ketë mungesë të klauzolave në lidhje me penalitetet. Së treti mund të ketë mungesë të klauzolave në lidhje me formën dhe zgjidhjen e kontratës. Dhe së fundi, terma apo formulime të paqarta që lën vend për interpretim. Prandaj, përpara se një kontratë të shkojë për formalizim tek noteri, është e rëndësishme të konsultoheni me një avokat të specializuar për përgatitjen e saj.